Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 9 në 6 mujorin e parë të 2022-s. Mund të pritet një lëvizje lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, ka thënë Augustin Palokaj, korrespondent i grupit Koha në Bruksel. Ai ka theksuar se shteti hezituesi i Bashkimit Evropian Franca tani ndodhet përpara zgjedhjeve parlamentare dhe se aty gjërat mund të ndryshojnë. Palokaj ka deklaruar për këtë vend se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për procesin e liberalizimit të vizave dhe se kjo është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian. Për më tepër, ai ka theksuar se edhe Parlamenti Evropian e ka mbështetur rekomandimin për heqjen e vizave, por se ende nuk ka pasur tentim lidhur me çështjen në Këshillin Evropian, ku vendosin shtetet anëtare. Ai ka potencuar faktin se Franca së shpejti do ta marrë kryesimin e radhës të BE-s dhe se në këtë drejtim mund të ketë lëvizje. Palokaj gjithashtu ka bërë të ditur se edhe nëse Kosova nuk e merr dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave, lufta ndaj krimit e korrupsionit duhet të vazhdojë, sidomos në nivelin e lartë. Që diskutohet mes nesh, pra ka të bëjë me Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev do të qëndrojnë sot në Tiranë në kuadër të takimit të radhës për iniciativën Ballkani i Hapur. Në këtë takim përveç tyre dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama do të përfshihet edhe Komisioni Evropian. Ndërkaq kundër nismës ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka paralajmëruar sot mbajtjen e një proteste. Për 2 ditë, liderët e 3 vendeve të përfshira në proces pritet që të zyrtarizojnë iniciativën e cila synon lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve kapitale, duke nënshkruar 5 marrëveshje. Sipas agjendës së publikuar mbi ngjarjen delegacioneve të 3 shteteve, do të bashkohet edhe komisioneri i BE-s për zgjerim Oliver Varley. Marrëveshja e parë që pritet të nënshkruhet midis Ramës, Vučićit e Zaevit do të jetë ajo për kushtet e qasjes së lirë në tregun e punës. Takimi në Tiranë do të mbyllet më 21 dhjetor me një konferencë të përbashkët shtypit të 3 liderëve. E qytetarë të shumë po vazhdojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore në përqendrat kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Mjekët kanë konfirmuar për kohën se gjatë muajve dhe gjatë javëve të fundit është shtuar dukshëm numri i pacientëve dhe pas shumë kohësh COVID-19 nuk është më telashi kryesor për qytetarët, por gripi sezonal. Mjekët kanë bërë të ditur se simptomat e tij janë mjaft të rënda dhe se vaksinimi është i nevojshëm, sidomos për personat në moshë dhe ata me imunitet të dobët. Për këtë arsye, këshilla të ngjashme sikur se për COVID-19 ka dhënë Ministria e Shëndetësisë edhe për gripin sezonal. Ndërkaq IKSHPK ka njoftuar ditë më parë se vetëm gjatë 2 muajve të fundit mbi 15.000 persona janë prekur nga gripi sezonal. Në 208 është rritur numri i të vdekurve nga tajfuni më i fuqishëm që ka goditur Filipinet gjatë këtij viti. 52 persona ende konsiderohen të pagjetur, ndërsa disa qytete dhe krajina qendrore kanë adresuar thirrje për furnizim me ushqime dhe ujë të pijshëm. Tajfuni ka goditur vendin me erëra të fuqisë deri në 195 km/h, teksa deri të premten intensiteti i tyre është rritur në mbi 270 km/h. Autoritetet kanë njoftuar se të paktën 208 persona kanë mbetur të vdekur, 52 janë të pagjetur dhe 239 të lënduar. Bilanci pritet që të rritet shkaku se një numër i konsiderueshëm i qyteteve dhe fshatrave kanë mbetur pa rrjete të komunikimit, furnizim me rrymë dhe rrugë të kalueshme. Ekipet e emergjencës kanë bërë të ditur se shumica e viktimave kanë vdekur nga goditja prej drunjve të rrëzuar, sipas